Përshëndetje të nderuar shikuesi, ku po ritakohemi edhe sot në emisionin Gjurmët si çdo ditë. Në fakt nga ora 15 dihet do trajtohen tema me rëndësi sociale, tema të cilat na prekin secilin nga ne, dhe dita e sotme nuk do të jetë ndryshe. Në fakt sot do të fokusohemi pak më shumë tek juridiku, tek drejtësia, sepse deshëm apo s'deshëm ne, çdo minutë e jetës son lidhet në një nen të një ligji dikund. Mirë po, do t'i dedikohemi vetëm një pjesë të juridikut sot, do t'i dedikohemi të drejtës penale dhe kodit penal më konkretisht. Për gjithë ju që keni ndjekur zhvillimet dhe që keni qenë pranë ekraneve tuaja me televizionin Alsat dhe jo vetëm, më jeni të informuar për ca ndryshime të cilat u bën në vitin 2023 në kodin penal, ndryshime të bujshme, do kisha thënë unë, shumë të diskutuara, dhe ndryshime të cilat në fakt më shumti diskutimi ishte mbi detyrën zyrtare, mbi atë se ulen apo jo dënimet, po vjetërsohen lëndët, zyrtarët po shpëtojnë nga drejtësia e kështu me radhë. Këto kanë qenë disa nga kryetitujt apo le të themi kryetema të cilat janë diskutuar në atë kohë kur u bën këto ndryshime në kodin penal. Dhe tashmë ne sot 3 vite i bie pas, ne po ndalemi të flasim për ndryshime të tjera të kodit penal, të cilat kanë kaluar vetëm në kuvent dhe që kanë të bëjnë edhe me detyrën zyrtare, por edhe me pjesë të tjera, nene të cilat rikthejnë pozitën se siç ka qenë para 2023-s, por jo vetëm edhe shtojnë dhe bëjnë ndryshime të tjera në kodin penal. Kështu që pak më shumë për të parë se për çfarë në fakt po bëhet fjalë, çfarë ndodhi në 2023 dhe si u pasqyrua ajo, cilat ishin pasojat le të themi të 2023-s dhe apo e ribëjmë situatën dhe përmirësojmë situatën me këto ndryshime. Me mua së bashku në studio është Mirale Masani, avokat i cili pikërisht do të flasim në këtë temë. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Mirësëngjetë. Kodi penal është, do kisha thënë kështu nga librat e shenjtë të avokatëve, të juristëve. Më thoni pak fillimisht se sa është e mirë apo negative që kodet penale të ndryshojnë shumë shpesh? Unë gjithmonë nisem nga mendimi ashtu unë si mendoj, besoj se me një sistem të qëndrueshëm juridik, kodi penal nuk ka nevojë apo nuk është mirë të ndryshohet sa herë që i kujtohet pushtetit. Mirë po, ja që jetojmë në këtë shtet, që quhet Maqedonia Veriperëndimore, dhe mendimi im është se ndryshimet që bën 2023 dhe fillojnë akoma sot e kësaj dite, derisa nuk kemi një kod, dhe me thëmë drejtën penale, bashkë me procedurën penale, ta kodifikojmë me një kod që do të parashihet gjithë shka ati në bazë të kushteve dhe shoqërisë, ne do të kemi akoma ndryshimet ligjit penal. Dhe unë mendoj se ne, për fat keq ose fat mirë, i marrim ligjet nga jashtë, ose si i bie ashtu. Mirë po, harrojmë se ne kemi shoqëri të paprigatitur për një ligj të tillë, për një normë të tillë. Duhet spaku kohë që ajo të informohet masa, do me thënë të informohet shoqëria, që të mund të aplikohet, dhe problemi më të madh që e shoh se ne nuk kemi zbatim të normave ashtu si e parashën ligji, do me thënë decides. Drejta penale kërkon zbatim decid të normës juridike. Ne shumë shpesh në fakt e themi këtë që ligjet i kemi superiore, po çalojmë në zbatim. Po, kjo është problem shumë i madh në zbatimin e neneve ose ligjit, sidomos ligjit penal. Dhe në këtë shtet ku tentojmë ne që të bëhemi pjesë e Evropës, besoj se duhet kite siguri juridike më të madhe në aspektin se kemi raste kur një gjykat e interpreton ndryshe një gjykat tjetër e interpreton ndryshe, ose rasti prej rastit e ndryshon interpretimin edhe gjykatësi ndoshta brenda. Do me thonë, e drejta penale unë mendoj se duhet jetë matematik, 1 dhe 1 bëjnë 2 për normën. Mirë po, sa i përket drejtës penale që t'jetë funksionale ajo, ne shpesh kemi hasim edhe në pengesa në institucione, sidomos në gjykata, ku duhet të kuptohet edhe frima e veprës ose drejtës penale, dhe me thonë se ligjdhënësi çfarë
brendin e normës parashe, atë frimën, ne shpesh kemi probleme dhe hasim. Nuk hym aq shumë ndoshta në filozofinë e përmbajtjes së normave. Të kthehemi pak në 2023, në shtatorin e 2023-s, në fakt në kodin penal pësoi ndryshime në kapituj të ndryshëm, mirë po opinioni publik, por edhe institucionet dhe personat zyrtar u ndalën më shumti në detyrën zyrtare, në ato vepra penale që mund t'i kryejnë personat që kanë pozita të caktuara. Çfarë ndodhi në 2023-ën? Çfarë u bë me këto nene? Unë mendoj se atëri ishte një ndërhyrje politike e pushtetit. Nuk ishte ndërhyrje e nevojes. Se ne duhet të dim se në juridik, gjithë juristët të dim se gjendja faktike i paraprind gjendjes juridike gjithmonë. Do me thonë, duhet paraqitet një fenomen i cili shpejt, pastaj duhet normativizohet, sankcionohet e kështu me radhë. Pa ma parasysh, në këtë rast, ishte mos e qartë se intervenimi ishte nga ana e pushtetit mbrojnë pozicionet e tyre ashtu mbas asaj se nëse sidomos u bë me nenin 353 që i themi ne keqpërdorimi i pozitës zyrtare ku ati u anashkalu dhe unë prapë e shoh me këto ndryshimet e tashme mendimi im personal se është dashur edhe me këto ndryshime parashihet akoma norma më e ashpër. Pra mendoni që edhe këto ndryshime nuk janë ashtu siç duhet? Për momentin, mendimi im, ndoshta ne tash varësisht prej gjatë bisedës me kolegë, këmbimit mendimeve, shohim se edhe kinen tash i propozuar për ndryshim, ka nevojë për dënim më të ashpër, që mos të kalohet ashtu let për keqpërdorime zyrtare, se në fakt frima e normës ngërthen natë se keqpërdorimi zyrtar dëmton shoqërinë, dëmton shtetin, që është interes më i madh se sa ndonjë interes i ndonjë individi në procedurë e kështu me radhë. Në fakt në këtë nenin 353 për cilin juve që më po flitni, është fshirë një fjalë, është fshirë edhe termi lakmi. Tani për qytetarët, të cilët nuk janë jurista, ndoshta thot po, çfarë ndryshimi bëri kjo nëse është lakmia, mirë po nëse shohim veprën e vrasjes ose çdo vepër tjetër, lakmia është formë kualifikuese që do të nënkuptonte dënim më të madh. Mu për atë shkak thash se i frigohem se kinen mos është vetëm një maskë. Ne themi se këto janë ndryshime me të adresora nga Evropa e kështu me radhë. Mirë po, në Evropa ka tjetër shoqëri tjera përcaktime dhe kështu me radhë. Tek ne, kjo vepër është bërë e shpesht dhe ne mënyrë tjetër që të reagojmë në formë preventive që mos ketë kaq shumë, si që janë edhe veprat e komunikacionit, e kutadit tjera, që janë parapame dhe me ndryshimet, por edhe si paraqitje shumë shoqëri që në kanë ndodhin. Mendoj se këto nenet ku bisedohet keqpërdorimi i pozitës zyrtare, duhet jetë akoma dhe më jashpër. Sidomos dënimi. Që çdo njëri të kete atë formën e frikës ose ndërgjegjes se nëse unë keqpërdori detyrën zyrtare më pret një dënim, unë do të kisha klasifikuar edhe në veprat e ranta do të kisha fut në atë grup, edhe pse nuk i përket, po për të ne, shoqëria jonë ka nevojë për një, dhe mentaliteti i shoqërisë ka nevojë për kualifikim më trep të kësaj vepre. Po megjithatë mund të hasim nesër edhe në kundërshtime se nuk është kështu ose është ashtu, varësisht kush prej cilit kënd e sheh, por unë mendoj se në aspektit e preventivës, nëse të ishte kinen më rigoros, do të ishte më mirë. Në fakt do vazhdojmë të flasim për atë mbi sanksionet, mbi elementin e frikës dhe parandalimit ndoshta, mirë po shkojmë pak publicitet fillimisht dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Ja, ku po rikthehemi pas publicitetit sërish në studio, ne ishim duke folur për veprën penale 353, këto janë shumë teknike, por gjithsesi për momentin ndryshimet parashikojnë çfarë dënimi? Këto të rejat për cilat ne po flasim. Ndërkohë këto janë e kthejnë atë dënimet e vjetra, mbas asaj që ishte, dhe unë për atë isha i tharë jam i asaj që të kjem dënimet kur vjen ai politika ndëshkuese që i thonë,
në jurisprudencë përdorim, tjetë më rigoroze, dhe më thënë, unë kam prit dënime pak më të mëdhaja. Mirë po, tash këto jenë propozuar, nuk do të thëse se kështu mund ngell, në parlament mund ndryshoj edhe sanksioni që i thonë dënimi, po varsisht nuk e di se deputetet si në qfarë do të kërkojnë dhe kështu më radhë. Po, në fakt, paragrafi parë thot nga 6 muaj deri në 3 vjetë. Ne dim, deri në 3 vjetë janë veprat e lehta penale të ne. Mu për atë shkak edhe unë e thash që nuk desha të hiti numëroj prej 3 muaj deri prej 6 muaj e kështu me radhë. Unë për atë thash se janë është si vepër për momentin, për shoqërinë maqëni, për mentalitetin maqëni, është vepër e shpesht që ndodhë dhe e vetmja gjë që kjo mund zvoglohet se ta çrënjosim nuk mundim, është me dënime më të mëdha. Që të ketë një prevencion, dhe më thënë si preventiv, se edhe qëllimin dënimi e ka edhe aspektin preventiv edhe represiv. Dhe më thënë, si preventiv që mos vije deri te shkelja e normës. Pra, ju mendoni që përderisa ne në shumicën e ligjeve në këtë rast edhe të neneve nga kodi penal marrim nga jashtë, nuk është që funksionojnë tek ne, për shkak se shoqëria jonë ka nevoja më të veçanta se sa shoqëritë ndoshta më perëndimore, se atje e dim, kapet një rast ndoshta korrupsioni shumë i vogël edhe japin ndërheqje zyrtarët. Shumë rregull. Mu për atë thash se në shoqëria jonë, mentaliteti jonë, përgatitja e shoqërisë tonë për nenet që cilat na vijnë nga jashtë, ashtu siç vijnë, nuk mundet. Ne dim një rastin në Slovenia, më duket nëse zgaboj, për ligjin kur bëjë ndryshimin e ligjit procedurës penale. U desh tha, ne tha, do ta bijem këtë ligj, po priks pari 1 vjet mos më duket se i shkoj koha ose 2 vjet, dhe se e përgatiti me reklama, me dobime, me ligjeratat ndryshme, dhe se e përgatiti popullin, shoqërinë për një ligj të tillë të ri. Ne e prum ligjin e procedurës penale miks elemente të kontinentale evropiane me ato anglosaksone, a de facto ja hoqën porotën, afrima e ligjit të ishte që se në Amerikë porota e bje vendimin mu për atë shkak. Dhe plus, ai ligj kërkon shpenzime ka më të mëdhaja. Ndash nga aspekti i mbrojtjes, ndash nga aspekti i akuzës. Tash, de facto, me këtë ligj, vend ne me prokurorin të luajmë rolin aktiv dhe gjykatësi të luajë rolin pasiv, bashkë me porotën, si që është në Amerikë, ne tash, de facto, mendimi im është se avokatia, respekt në veçanti mbrojtësi, nuk është ai dominus në procedurë. Edhe ne kemi probleme në zbatim, akoma sot e kësaj dite ka problem. Këto ndryshime, ne po përmendim detyrën zyrtare, korrupsionin si shqetësuese, sepse edhe të gjitha vlerësimet që vijnë nga jashtë janë ato që niveli i korrupsionit në Maqedoninë e Veriut është shumë i lartë. A do të nënkuptonte ndoshta kjo që edhe forma tjera, jo vetëm vepra 355, po të rriten dënimet në mënyrë që njerëzit kuptojnë që korrupsioni është vepër e rëndë? Shif, ka njësër ligjesh që duhet të harmonizohë. Ne kemi edhe problemin e harmonizimit ligjeve tek ne, kështu që vetëm në një 353 që bisedojmë keq përdorimit të detyrës zyrtare, nuk është vetëm ai ne, kemi edhe ne tjera cilët i takojnë grupacionit ose familjes të korrupsionit, keq përdorimi, korrupsioni e kështu me radhë, larja parave e kështu me radhë. Mirë po, tash, për momentin thuhet vetëm korrupsioni. Si kur dikuj, kjo më shumë i pëlqen. Ta lansoj, de facto, harrojmë lamje parave, harrojmë paret e terrorizmit, financimin e terrorizmit e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pra ka shumë vepra ose shumë gjëra të cilat fshihen në tabete që opinioni publik nuk është që... Po, është e vërtet. Ka tash, une
thuhet non-stop reforma në drejtësi, po njëherë do reforma do të marrin fund. Kur do të jetë fund? Mu për atë shkak se ne akoma nuk kemi, si e them, një qëndrim prerë se reformat duhet, këtë mandat krihen gjitha reformat jurisprudencë, mirë po kur themi jurisprudencë duhet të jetë si që dhe gjykata, prokuroria, avokatia, edhe një pjesë e policisë. Se ajo është një grup, si e them, një rreth i bashkëputur i funksionimit, sidomos në aspektin penal, dhe më thënë. Se prej vendngjarjes deri te gjykimi formës prerë, qoftë ai edhe instancës më të lartë, gjykatës supreme, ajo është lidhshmëri. Mos flasim më së ndaj për gjykatën e Strasburgut e kështu me radhë. Kur jemi në këtë drejtim tek ndryshimet edhe këto reformat e shpeshta që ju po thoni, cilat janë ato pasoja që nga 2023 deri tani ka 2 vite e gjysmë, 2026, po ndoshta do na paraprind edhe disa ndryshime tjera, nuk i diet, nuk kemi asnjë informacion. Si është për shoqërinë kjo? A arrin që popullata të njoftohet me këto ndryshime, që të mund t'i zbaton këto ndryshime? Unë besoj se jo. Me që fillimisht, ne që merremi çdo ditë profesionalisht me këtë punë, pa ndonjëherë ndodh që të kesh problem në gjetjen e ndryshimeve në gazetën zyrtare, ose ndonjëherë kalon që mos e kuptoj se ka pso ndryshim ndonjë ligj ose diçka. Po megjithatë këto që janë ligjet pak më ndjeshëm, ne jemi aty, sa i përket shoqërisë shumë përgjithësi janë pak që mund ta ndjekin këtë. Përveç aspektit të detyrës zyrtare dhe korrupsionit, po i vendojmë kështu në një ombrellë, ndryshime ka po ashtu edhe në komunikacion, në veprat penale që lidhen me komunikacionin, kjo lidhet edhe me Safe City-n. Shif, personalisht mendimi im është mirë se me që tash kohën së fundit kiloj i këtire veprave të komunikacionit si kur u shpeshtua. Unë nuk e di, nuk kam dhëna statistikore se si ka qenë vitet më para, e si është në tash se nuk duhet gaboj, po megjithatë se pa disa raste shumë me pompozitet math, edhe me siguri që bartësit e pushtetit kanë vlerësu ashtu, dikasteret e ndryshëm, shtetit kanë vlerësu se duhet pësojë ndryshime dhe nenin 297, 300 e kështu me radhë, ku i parashep veprat cilat i përkasin komunikacionit, dhe ati shoh se ka disa ndryshime pozitive në të kuptim. Pozitive, po duhet shihet se si mbas andej do të aplikohen. Se kjo më shumë unë i shoh këto veprat që janë me prevencionin, me sigurin, se sa me pasojat. E ke parasysh, që është mirë. Unë mendoj se është mirë këto ndryshime. është për t'i përshëndetur tash në praktikë, se si do t'jetë kjo me Safe City, me këto, unë është herët tapëm vlerësime. Shohim këtu rritje të dënimeve në këto nene, ose jo? Po, shohim rritje të dënimeve, po megjithatë nëse shembull dëmi është aq i madh, me paramendim që i thonë, nëse ka konsumuar alkohol, normalisht nuk kuptohet se është me paramendim, ose nuk i ka respektuar rregullat cilat duhet, ose kjo është mirë që janë rreth konfiskimeve, tash me konfiskimin kjo si institucion i ri në atë kuptim për këto lloj veprash që do të shohim se si do të ketë atë, si të them, formën e prevencionit, do me thënë frikës se njerëzit do duhet i respektojnë rregullat më shumë që mos vijë nesër të një dënim i tillë. Në fakt, kjo mbetet gjithmonë për të parë, sepse ne jemi shumë herët për të folë në aplikim, ndryshimet ende s'kanë hyrë në fuqi, kjo është e rëndësishme për të thënë. Shumë rregull. Dhe pasojat e çdo ndryshimi vinë me kohë dhe vinë nga praktika gjithmonë. Mendoni që po ngrihet vetdia, sidomos sa i përket zbatimit të rregullave në komunikacion, sidomos me kamerat e sigurisë, me këto ndryshime, apo vetdisohemi? Unë besoj se po. Unë besoj se po, se unë e kam parasysh se nëse diçka duhet të rregullohet, duhet më ashpër të jetë. E ke parasysh, unë nga vetvetja tash,
nisem që pa tjetër I kam të respektoj regullat e komunikacionit, edhe pse ne çdo ditë, çdo njëri jemi në komunikacion, jemi pjesëmarrës dhe tash mbas të kameret që janë venduara, akoma s'kam fillu zbatimi I tyre ligjor, po megjithatë kanë atë ndjenja se incizohet, mos vijë dënimi, mos edhe pa tjetër respektohet. Unë besoj se respektohet. Tash ndoshta mund të ketë raste, pa përjashtim, që edhe nuk I respektojnë, po ajo diçka tjetër. Unë besoj se është mirë. Në fakt, ka diçka të veprat penale të krime, ku njerëzit kryjnë krime, ku nuk të shef askush, është shumë lehtë ta krysh krimin. Ajo është parim. Kurse tash me tërë këto kamera... Po, është e vërtetë. Do jemi më të vetëdijshëm. Një pjesë tjetër e ndryshimeve që u bën në 2023-ën dhe që unë mendoj që nuk u diskutuan shumë për shkak të euforisë së detyrës zyrtare, ishin ndryshimet që u bën në kapitullin e 19 sa I përket lirisë dhe moralit gjinor, por edhe të dhunës në familje. Në fakt u inkorporuan edhe disa forma të reja në kodin penal të dhunës në familje. Kemi edhe një ndryshim tash në këtë drejtim me lëndimet e lehta trupore. Po, une sa e vërejta, ndryshimi është vetëm në atë se deri tash ka qenë ajneni paragrafi 5 ka qenë se mbas padis duhet me padi private, do me thonë. Mirë, po tash ati fshihet ajo dhe si pas detyrës zyrtare ex officio, tash do të ketë procedura do të aktivizohet, do me thonë, do të ndiqet. Kështu që besoj se është mirë, se kishim raste shumë herë që në konflikte, sidomos që ishin me dhunë familjare mes burrit dhe grua, vinte gruaja dhe thonte se unë tërhiqem ose ja fali, dhe kështu që prokurori nuk mund të vazhdonte më shumë. E ke parasysh nuk mund të vazhdonte procedura, duke pasur parasysh se janë bërë nisër procedura që kanë kaluar në qendër për punë sociale, në psihiatër, në psikolog e kështu me radhë, po megjithatë tash është mirë, besoj se është mirë kjo që ky ndryshim që do të bëhet edhe sipas detyrës, me që do të aktivizohet I tërë një institucion, si është qendra për punë sociale, po ndoshta ka raste ndonjëherë edhe spitalet, mjekut, kontrollet e to, varësisht prej lëndimeve, kështu që është mirë. Në fakt për ta sqaruar për publikun, kjo nënkupton që nëse një viktime e dhunës në familje ose viktime cila shkon me lëndime të lehta trupore, paraqet rastin, atëherë ajo procedurë vazhdon pavarësisht nëse e tërheq deklaratën, nëse thot I kam rë pishman, procedura vazhdon. Ashtu është e parapam, ashtu duhet të jetë, po do të shohim praktikisht se si do të aplikohet. Tash edhe me ardhjen e prokurorit të ri, do të shohim se prokurori Spaku, prokurori shtetëror për mua është një korektues ose kontrollor I politikës ndëshkuese. E tash unë se dija çfarë si do ta e ke parasysh nuk do të jap vlerësime para kohës, se nuk e di se si do të aplikohet në çfarë maniere, por ligji e thotë kështu. Ne po bëjmë vetëm një interpretim ligjor me atë që kemi. Po, se nuk e dim edhe fazën përfundimtare të propozim ligjit, nuk e dim çfarë forme do të marrë. E ke parasysh. Edhe për atë qëndroj pak me rezervë në atë se nuk e dim, mund më pësojnë atë ndryshim. Ajnen, mund të ketë diçka tjetër, ose e ke parasysh. Unë për atë që për momentin që janë propozuar tash për tash, se çfarë epilogi do të ketë ky propozim ligj, këto propozim ndryshime, unë akoma nuk mund të hina. Po, ne do flasim në një moment të dytë për këtë pjesë. Për të vazhduar temën, ne do rikthehemi sërish në studio vetëm pas publicitetit, kështu që shkëputemi për pak. Ja, ku po rikthehemi sërish në studio, mbetëm tek lëndimet e lehta trupore, apo siç njihet në kodin penal maqedonisht telesni povredi, këto shprehet për shkak se procedurat gjithmonë shkojnë në maqedonisht, ndoshta janë edhe pak më të lehta, mirë po, diçka me cilën unë hasi shumë shpesh është që njerëzit nuk mund ta bëjnë dallimin ku është vija ndarëse midis lëndimeve të lehta trupore dhe lëndimeve të rënda trupore. Shif, pasoja e njëjtë. Do me thanë ka lëndime. Tash, shpesh herë ne që merremi profesionalisht mund ta bëjmë këtë ndamje, po si zakonisht këto ndamje kur vijnë nga ekspertët është më lehtë për ne. Cilit grupacion do t'i takoj më të lehtë apo më të rëndë, këtë na jep mjeku ligjor. Kur nxjerrim vërtetim për certifikat mjekësore, edhe ai e bën kualifikimin u përket
ato lëndimi përkasin lëndimeve trupore të lehta apo të rafta. Dhe kjo është për ne. Po për të ilustru, për shembull fraktur në dorë, në këmbëthyerje, ku do binte? Tash normalisht gjithmonë varësisht nga rasti. Çdo frakturë është vepër e rëndë. Sa jo bën zvoglimin e aktivitetit fizik, mund bëjë shëmtim e kështu me radhë. Që përveç se që ka dhimbje, që ka Nështë edhe procedurë operative. Mund të kitë edhe operacione ndryshme dhe kështu me radhë. Ndërsa, si zakonisht, veprat e lehta janë këto kontuzio që i thonë. Shuplake. Do me thonë karakterit që nuk kanë shumë kohë, nuk marrën për të rikuperu, do me thonë për të këthi. Si zakonisht ato, ja. Për ta bërë më qartë, lëndimet e rënda trupore ndiqen vetëm sipas detyrës zyrtare. Kështu që ky ndryshim është vetëm për lëndimet e lehta. Do me thënë, ky ndryshim i përket asaj se çdo dhunë familjare do të ndiqet penalisht. KTK. Ose në komunikacion, shembull që kanë qenë njëjtë kemi pas edhe atje me lëndimet lehta, ato por komunikacioni prapë është rregulluar me 297-300, kështu që kjo ka ngel vetëm më shumë është ose te rahjet është njëjtë, ku kemi rahjet mes dy personave ose grupit varësisht, edhe aty kemi ato. Po, ju dha vlerësimi në fillim që duhet patjetër të kemi sanksione më të rënda, më të larta, që të kemi vedisim të popullatës. A vlen edhe kjo për dhunën në familje? Unë besoj, po, tash nuk kom informata se a ka numër të madh, a është si dukuri e shfaqur shumë, nuk duhet të jap ndonjë mendim të gabuar, megjithatë, nëse ka nevojë, pse jo? Pse jo, nëse është e shfaqur shumë, atëherë edhe sanksioni le të rritet edhe më shumë, që të ketë efikasitetin e vetë. Ka qenë ndoshta një bazë rehatije kjo që nëse gratë zakonisht janë viktima më të mëdha të dhunës familje. Por mos harrojmë se edhe meshkuj kemi viktimë. Definitivisht, nëse i shohim statistikat në fakt ka edhe mjaft burra dhe djem. Jam çudit kohën e fundit kur kam dëgjuar se edhe meshkuj ka viktima. Me të lant kur i shohim. Po, ne kemi ditë që ka viktima, po tashmë më në fund po nisin edhe po i paraqesin edhe ata. Mirë po, ajo çka ndodh shumë shpesh është që gratë shkojnë në stacionet policore, raportojnë, kur kthehen në shtëpi, sepse domosdoshmërisht do kthehen në shtëpi, dhuna rritet, burrat i friksojnë më shumë, shpeshherë ka ndodhur edhe në vrasje të shkon kjo, dhe është tërheq lënda për shkak se ka tërheq pa dinë. Shifë, unë tash ka ndodhur rast, ose si zakonisht gratë janë edhe më të lidhura për fëmijët. Duke pasur parasysh që mos e shkatrojë familjen, mos ngelni fëmijët, e ke parasysh, hajde ndoshta u bë një herë gabim edhe shkon deri te falja. Kjo është mendimi im personal, por nuk mund pyetet vetëm dikush tjetër që e ka pas rastin dhe të japem. Po megjithatë deri tash ka ndodhur kështu. Tash që nuk mund të dhe vetë fakti që paraqitet procedura do të hiqet. Në fakt do ndjekim mbi këtë drejtim sepse ne po flasim me ju si avokat në aspektin edhe procedural pak më shumë, po kemi një deklaratë nga ESE, një organizatë jo qeveritare e cila mirret edhe me dhunën në familje, kështu që të ndjekim pak se çfarë thon ata dhe më pas do rikthehemi në studio. Конкретниот случај, предложените измени до собранието се однесуваат на кривичното дело телесна повреда, член 130 став 2 од кривичниот законник. Впрочем, сите кривични дела, кога зборуваме за семејно насилство, што од 2004 година се гонат по службена должност, со тоа што ова е единственото кривично дело, а воедно во пракса е најзастапеното кривично дело, каде што кривичниот прогон е условен со поднесување на предлог од страна на самата жртва на семејно насилство и сега насилство вржение со измените од 2023 година, практично потребна беше и е согласност од страна на жртвата, за да може полицијата да процесуира кривична пријава против сторителите на ваков вид на кривично дело. Ние како организација од самите почетоци, значи од 2004 година активно застапувавме дека ова кривично дело треба да го има истиот третман како и сите останати кривични дела, кои се поврзани со семејното насилство.
Затоа што сите останати кривични дела, вклучително оние кои се однесуваат на физичкото насилство и тешката телесна повреда, во земи и психолошкото насилство, загрозување на сигурноста, противправното решување од слобода, присилбата, сите тие се гонат по службена должност и не се условени со добивање на согласност од страна на жртвата. Меѓутоа, ова беше телесната повреда е единственото кривично дело каде што и е најзастапено во пракса, ќе кажам, каде што се бара согласност од страна на самата жртва. Еден од проблемите кој ќе биде решен со овие измени е намалување, да кажеме, и на бројот на поплаки. Она што заборавив, е многу важно да се потенцира, ако зборуваме за кривичната постапка, го повлекуваат од бројни причини. Може би да биде страф од сторителите на семејно насилство, неизвестност за својата состојба после разводот или по напуштање на таа насилна заедница, како ќе успеат да самостојно да живеат со себе и со своите деца. Постојат бројни фактори, економски причини, страф, срам од околината. Значи причините се различни зошто една жена ја повлекува согласноста. И во таа ситуација кога една жена ќе ја повлече, најчесто во пракса се случува, кога жената ќе ја повлече согласност, еве да зборуваме и за ова кривично дело, тој случај се евидентира како поплака во евиденцијата на Министерството за внатрешни работи. Проблемот настанува што кај нас 80% од пријавените случаи се поплаки. Ако ја земеме ланската година, некаде 1080 и нешто беа кривични дела, наспоред 4200 и нешто поплаки. 4 пати имаме поголем број на поплаки. Ако ја гледаме оваа промена во кривичниот законник како изолирана интервенција, односно ако интервенираме и во идни на телесна повреда се гони по службена должност без согласност од жртвата, без притоа да бидат превземени мерки на другите полиња кои се од интерес и кои се приоритетни, нема да има значително подобрување на состојбата на жените што претрпеле семејно насилство, затоа што една жена по напуштањето на таа насилна заедница, односно по разводот или по разделбата, се соочува со низа проблеми. Она што треба да профункционира паралелно со гонењето по службена должност без условување на телесната повреда, е жртвите да имаат веднаш пристап до мерки за заштита и до услуги, специализирани услуги за нивна помош и подршка од типот на правна помош, за да може да ги реши проблемите со кои се соочува, бесплатни да бидат услугите, да бидат достапни на цела територија, психолошко советување, згрижување, понатаму проблеми, екзистенцијални проблеми од типот на долгорочно домување, каде што државата воопшто нема превземено суштински мерки за да се подобри состојбата. Затоа сакаме да нагласиме дека интервенцијата сама по себе е значајна од аспект дека ова кривично дело кое е најзастапено се изедначува со сите други кривични дела од ваков вид. Меѓутоа, уште еднаш ќе потенцираме дека семејното насилство е една многу сериозна општествена појава, многу сериозен општествен проблем. Годишно во полиција ја земеме статистиката на МВР од минатата година, во просек секој ден се пријавувале по 15 случаи на семејно насилство. Секој ден во полицијата на ниво на државата. И од тој аспект мора државата да излезе во пресред на итните потреби. Мора да бидат решени паралелно да се работи на решавање на системските недостатоци кои постојат долг временски период. Она што е суштинско, што суштински е потребно е паралелно со усвојувањето на закони, политики и стратегии на ова поле, веднаш да биде проследено со обезбедувањето на потребните буџетски средства и човечки ресурси за тоа да заживее во пракса. Полицијата, центри за социјална работа, правосудството, сите институции кои што се и други актери кои се вклучени во системот за заштита на жртвите мора да бидат екипирани, мора да има доволно капацитети за да одговорат на потребите на жртвите, а истовремено државата неопходно е да работи на подобрување и решавање на екзистенцијалните проблеми. Ja ku po rikthehemi sërish në studio dhe në fakt ndjekëm deklaratën nga ESE, ata përshëndesin këto ndryshime, por patjetër sfidat vazhdojnë të ekzistojnë sa i përket dhunës në familje, paraqitjes së dhunës në familje dhe tërë procesit i cili rrjedh nga momenti i paraqitjes së dhunës. Mirë, por ne do vazhdojmë të flasim për ndryshimet e tjera të cilat kanë të bëjnë me kodin penal. Një ndryshim tjetër ka me inteligjencën artificiale, që ishte mendoj një nga risit më të mëdha, le të themi kështu, se po bashkohet zhvillimi teknologjik me ligjet këtu i bie. Si vepër penale është e pranueshme dhe është e mirë, me që tash kohën e fundit kemi edhe keq përdorime të inteligjencës artificiale, shumica edhe keq përdorin, nuk e përdorin për qëllimin që ka,
Dhe unë mendoj se inkorporimi i një vepre të tillë në ligjin penal është e mirë dhe besoj se dënimet janë atje kem para pa, është deri diku për mu i pranueshëm, por nga përvoja ime me që para, që në fillim të ishim më të ashpër në politikët ndëshkuese, do të ishte edhe më mirë. Do të thonë, dënimi të ishte edhe më i madh, unë do të isha edhe më i lumtur. A mund të sqarojmë pak për publikun se për çfarë vepre bëhet fjalë? Bëhet fjalë për incizim, zhvillim, fotografim të personave apo regjistrim audio, si i thonë. Po, audiovizuale. Dhe këtu ja kam fut edhe përmbajtjen eksplicite seksuale, që është diçka e mirë dhe dënimet tu janë parapame nga 1 deri në 5 vjet. Unë do të kisha thonë edhe prej 3 deri në 10 jenë një grup, po megjithatë kemi edhe për personat që e shumëzojnë atë videon, regjistrimin, ati parashihet një dënim pak më i rëndë për ato, që e shumëzojnë dhe më thënë. E shpërndajnë, kemi edhe ati është deri në 8 vjetë, dhe të fëmijët e kemi për fëmijët e kemi deri në prej 3 deri në 10 vjetë, që kemi pas raste këtu të ne, besoj unë në praktikën tonë, kemi pas keqpërdorim të fëmijëve në këtë aspekt, me incizime sidomos të pornografit e fëmijërore, kështu me radhë, që besoj se është mirë si vepër që është inkorporuar në ligjin penal. Në fakt ne kishim një rast shumë të madh, e kishim dhomën publike si rast ku u përfshi edhe pornografia fëmijërore dhe nuk kishim as vepër penale në atë kohë për ndjekjen për ta dënuar. Është e vërtet, po megjithatë unë mendoj se tash kinen, nëse nuk hasim keqpërdorim, se mund edhe kinen edhe të keqpërdoret, varësisht, unë besoj se do t'jetë piknisje mirë. Si mund të keqpërdoret, në fakt? Mund të keqpërdoret, në praktikë do të gjithçka. Dhe djesa ti të dëshmoj se ti nuk je pjesë e asaj, ti nuk e ke kri veprën, do të zvaritesh në paraburgime dhe kështu me radhë. Sistemi jonë është i tillë. Kam qëllimin se mund dikush tjetër ta bëj, kjo inteligencë artificiale të t'hi edhe në laptopin tënd, kompjuterin tënd, ose telefonin tënd, pa t'i marrë dhënat të juaj ati, është diçka që mund të ndodhe gjithçka. Nga këtë vështrimi jem unë që e shoh. Ne vetëm më shohim ilustrime, portrete të personave që janë komplet të krijuara nga inteligjenca artificiale. Po, mund edhe ato që i krijojnë, mund që ti shmangën përgjithësisht njëri 150 ta bëje si dikush tjetër e ka bë atë incizimin, e ka distribuar, e ka lëshuar, e ka shumëzuar, ku ta di unë. Edhe kësaj i frigohem që para të thash se keqpërdorim mund të ketë edhe në këtë aspekt. Tash nuk e di a ka mekanizma teknologjike së nhinat, se nuk kam informacione, a ka mekanizma në teknologji që të mund të edhe ato të zbërthehen, e kje parasysh. Në fakt, bota e teknologjisë është duke hapru me hapa galopant. Po, mu për atë shkak. Po, pyetja ime është, a është për tu përshëndetur që ligji po hapëron shpejt për e kap teknologjin, zhvillimin e teknologjisë? Nuk ka diskutim. Nuk ka diskutim. Unë thash, unë jam i gëzuar dhe i lumtur që një njën i tillë është parapa në ligjin penal. Një ditë më përpara, më mirë. Pleqet unë më përherë. Në fakt, është interesante sepse në disa raste, fillimisht të vjen ligji dhe më pas shoqëria të adaptohet, është më mirë. Por në disa raste tjera është shoqëria të adaptohet e më pas ligji të vjen. Kjo nevojë imperative. Për momentin. Ndoshta unë nuk kam informatë se ka pas ndonjë tash kohën e fundit,
prej kur filloj bisedohen ndryshimet, po megjithatë nuk kam unë informacija ka ndonjë procedurë hiqet tash për momentin, po megjithatë është mirë dhe është për të përshëndetur kjo zgjidhje. Definitivisht, këto risi i bie që po i përshtaten edhe dinamikës së shoqërisë. Patjetër, ne jetojmë këtë shoqëri, ne jemi vitin 2026. Ju gjatë tërë bisedës sonë së bashku, diçka që e keni përmend është sanksione më të rënda. Dhe në fakt ka juristë të cilët besojnë në sanksione më të buta, ose ne dim shtete që si ndoshta Norvegjia, Suedia, ku sanksionet janë shumë më ndryshe. Jemi ne ende shoqëri që kemi nevojë për dënim shumë të rënd që të kuptojmë që po bëjmë vepër të gabueshme? Po. Mendimi im personal është po. Me keqardhje them. Me keqardhje them. Kështu që duhet sanksione shumë më të larta. Po. Unë shumë shpesh kur ju them njerëzve që vepra e thjeshtë e vrasjes dënohet me 1 deri në 5 vjet, habiten edhe thonë shumë pak është. Edhe kjo e njëjta po ndodhet edhe me atë që ju po thoni për gjitha veprat. Te vrasja reale nuk është edhe 10 nëse i merr. Por kur i përgatitet prej në zyrë, kush është vrasësi, ata më i dihet edhe gjykimi. Kjo është me keqi. Kur është me montuar. Kështu që ju edhe thatë që mund të keq përdoret, montimi, edhe këto janë të mundshme në shoqërinë tonë. Ne kemi procedura dhe të montuar, që njerëzit kalben në përburtje. Pa fakte, pa argumente. Do ta mbyllim bisedën vetëm me një pyetje. A duhet qytetarët tonë të besojnë në drejtësi? Ato duhet besojnë drejtësi gjithmonë, por me një drejtësi të realt. Unë ju falenderoj shumë, nuk e di nëse ka mbet diçka që ne do donit ju ta diskutonin, po se kemi diskutuar së bashku. Jo, unë mendoj se i kalum ato gjitha që ishte më interesante, ka do ndryshimet dvogla që janë çështje më shumë procedurale, që i thonë ne që merremi profesionalistë sa opinioni, te paraburgimi i shtëpiakte, konfiskimi më i zgjeruar dhe kështu me radhë, po si vepër harum tash e kem fut te fëmijët edhe lëmoshën, këto që lipsarët, që është një gjë e mirë se shumica në kurisë të tyre pasurohen. Unë mendoj se ajo do të jetë gjë e mirë, që mos i shohim fëmijët e vogli në rrugë këtu në për semafora kur ndalen, edhe ajo si vepër do të jetë, edhe pse ka qenë më para, po tash më restriktive e parashe, si trafikimi i fëmijëve ishte më duket. Si trafikimi i fëmijëve, po megjithatë këtu është për këto lipsarët më shumë ishte ai qëllimi. Unë sa e kuptova dhe edhe ajo diçka e mirë. Dhe për të paraburgimi më duket që motivohet më shumë tipet edhe arresti shtëpia, paraburgimi shtëpia kur ka nevojë dhe kur është situata e tillë. E nderuar era, qëllimi i gjithë reformës në procedurë penale dhe në drejt penale ka qenë ajo, po te ne nuk është si mas preventive paraburgimi, po te ne është dënim paraburgimi. Kjo është shumë e keqe. Akoma e kësaj dite nuk mund prokurorët tonë, gjykatësit tonë, tërhiqen prej asaj se njeriu kotrin paraburgim. Ti, neni 165, alinea 1, jem plotsu kushtet, alines di, jem plotsu kushtet, i ke mbledh gjitha provat, i ke bë gjitha ekspertizat, i ke thirrë gjithë deklarat. Përse mba njeriu në bërë? Edhe sa kushton ekonomikisht. Po ato me atë, si me thonë, do të mbajmë burg, unë e kuptoj kështu, letëri në burg që të ketë dënim. Po në fakt, llogaritet personi i fajshëm më kur është në paraburgim, në fakt ende ekziston prezumimi i pafajësisë. Ako kemi prezumimin i pafajësisë, ne? Edhe plus ligji thot, edhe praktika, edhe gjykata e Strasburgut thot se paraburgimi do t'jetë sa më i shkurtër, t'jetë i mundshëm. Kam kri procedurën, krejt hetimet janë kri, krejt kam mbyll hetimet, ka shku akti në vlerësim,
ti akoma të rinë para burgim. Edhe për vepër jo të rëndë. Që kemi nevoj për vedisim si në aspekt shoqëror, por edhe në aspekt ligjor. Në fillim e thash, shpesh ne duhet të kemi ligjin penal ose drejtën penale në atë kuptim bashkë me procedurën matematik, një bën dik. Se për ndryshe nuk shkon. I ke parasysh, ti kërkon pregjikaci të jetë efektiv, a ndej shembull nëse ka nevoj të kete, supozojmë tash, një gjikat të kete 100 gjikatës ti me 30 do t'i mbulesh, po nuk mund t'a bosh. Nuk kemi efikasitet. Se aj ka shumë landë, aj do t'i krije, aj kur mund t'i krije landët. Për atë kjo është një reform që duhet më e thellë, po ja. Në fakt do vazhdojmë të flasim në për këtë, sepse këto reformat në kodin penal do vijojnë derisa të hyjnë në fuqi edhe kështu me radhë. Çka është edhe çudi, diçka tjetër, ti ke drejt, ne si avokat kemi drejt konkurrojmë për gjykatës në Strasburg, a nuk kemi drejt konkurrojmë për gjykatës Maqedoni ose për prokuror Maqedoni. Pa e kry akademinë. Akademi, që është absurd. Tash vindaj me akademi me 2 vjet, ne që kemi ka 15-20 vjet, ato që kanë më efikas janë në të kuptim e them. Do më thonë, edhe këto duhet shihet kjo. Unë jam i mendimit që edhe ka akademia të vijë në atë reformat në gjithësi, kur ta shparashohen ose në ligjin e Këshillit Gjithësor, që të shihet të vihet një përqindje ose gjithë të ketë edhe gjykatës edhe prej jashtë, edhe prokuror. Kjo do të ishte edhe më e mira. Ka shumë reforma që duhet bëjmë si duket. Unë ju falenderoj shumë për kohën edhe që ishit pjesë e emisionit. Edhe unë ju falenderoj juve që më thirrët.